5-9, ju lutem. For reference, that's the Eastman case we were just talking about, yeah? Kjo është çështja Eastman që u diskutuan pak më herët, vendimi që diskutuam më herët. Në paragrafin 130, shkurtimisht, gjykatësi ka shkruar se e pranonte se profesori Brown dhe French ishin të kualifikuar për të dhënë akt ekspertizë, edhe ndonse opinionet e tyre dallonin prej opinioneve tuaja, gjykatësi ka pranuar dëshmin e tyre apo jo, dëshmitarja. Besoj se kështu kuptohet, po. Pavarësisht se nuk shprehet. Prokurori. Pra, këtu thuhet që ndonse ju kishit mendim ndryshe nga profesorët e tjerë, gjykata zgjodhi mendimin e tyre, opinionin e tyre. Përgjigje po. Pyetje. Para 3 vjetësh, në 2023, keni shkruar një artikull tjetër për çështjen Eastman, me titullin Transkriptet e çështjes Eastman. Përgjigje po. Shohim në ekran materialin SPOE 00411 Do you recognize this? I do. Përgjigje po. Pyetje, është ky artikulli? Përgjigje po. Pyetje, kjo është një prej shumë artikujve që keni shkruar për këtë çështje apo jo? Përgjigje, nuk do të thoja shumë në çështjen Eastman, por është një nga artikujt që kam shkruar unë për çështjen Eastman. Shkojmë në faqen e fundit të dokumentit që mbaron me 201. A number of Fraser, këtu keni vendosur bibliografin. Kjo është vetëm një nga faqet. Përgjigje po. Pyetje, në fund, së shkojmë më poshtë, këtu thuhet çështje dhe legjislacioni i cituar, dhe ka çështje që janë vetëm për Eastman këtu. Përgjigje po. Pyetje. Asnjë prej këtyre vendimeve nuk është vendimi i 2018-s që diskutuam pak më herët, apo jo? Përgjigje? Jo. Ky artikull është për çështjen e vitit 1995. Prokurori e kuptoi. Po artikulli flet për zhvillimet që kanë ndodhur dhe pas 1995-s. Përgjigje po. Përfshir këtu edhe një çështje tjetër të Eastman në vitin 2019 madje, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, 2014 apo jo? Përgjigje po. Por këtu mungon çështja e 2018-s. Ndonse në vetë artikull keni përmendur procesin gjyqësor, keni përmendur që fakt këtu është gjithçka që ka paraprir vendimit të 2018-s. Përgjigje, nuk e kuptova shumë mirë atë, po e pranoj këtë që po thoni. Pyetje, në artikull në fakt, ju keni cituar disa herë çështjen, apo më saktë këto 3 vendime, dhe nuk keni përfshirë vendimin e 2018-s që ishte shumë i rëndësishëm për ju, apo nga që ju kritikonte apo jo. Përgjigje, nuk e kam përfshirë, po jo për arsye se ishte kritik ndaj meje. Prokurori e kuptoi. Pyetje, mund ta heqim dokumentin. Tani, dua të fokusohemi te çështja e Michael Clark, që u përmend tje. Dëshmitarja. Nderuar gjykatës, a mund të them mund diçka lidhur me këtë vendimin që sapo u hoq nga ekrani, sepse e pash gjatë pushimit të drekës dhe ka disa gjëra që do doja të sqaroj nëse është e mundur. Gjykatësi, profesori Fraser, për momentin ne do të vazhdojmë me pyetjet, por keni parasysh që do t'ju japim mundësinë dhe këtë mund ta thoni më vonë.
do t'ju japi mundësi ta thoni. Prokurori, unë synoj që të kërkoj për pranim këtë çështje bashkë me materialet e tjera që do t'i rendis në fund. Është synimi im që gjykata të ketë dokumentet. Pra gjykata do të ketë vendimin që përmendet më herët. Zoti Hefec, a do donit ju që dëshmitarja ta shprehte tani pikpamjen e saj, apo do të parapëlqenit që ta trajtoj në fund të seancës? Prokurori, për shkak të kufizimit që kam e kanë, do të parapëlqeja që të bëj në fund kjo gjë. Me negon. Unë do doja që kolegu të na thot sa herë që vendos një dokument në ekran, nëse synon që këto dokumente të pranohen si prova gjyqësore. Prokurori, atëherë po i them që tani që të gjithë dokumentat që do të paraqes tani do të kërkohen si prova gjyqësore. Pyetje, keni punuar në çështjen e Michael Clark? Përgjigje po. Dhe jeni referuar shpesh çështjes së Michael Clark. Për shembull në artikullin tuaj keni folur se sa i rëndësishëm është ekspozimi kontekstual dhe interpretimi, sepse keq interpretimi çon në shpallje fajësie. Forensic transcription, how confident. Edhe se si sa rëndësishme është gjuha dhe fjala cënon. Very basically, in that case, following a 2008 trial, Tani në gjykimin e 2018-s, zoti Clark, zoti Michael Clark u dënua për vrasjen e babait të tij. Edhe ishte i biri ai që tërhoqi këmbëzën e armës. Po. Përveç provave të tjera që u paraqitën në atë çështje gjyqësore, ishin dhe disa incizime të fshehta. Përgjigje po. Pyetje. Dhe në transkript përfshiheshin frazat, citoj: në fillim bëm një pakt dhe mbyllej citimi. Përgjigje po. Pyetje. Pas disa apelimeve të pasuksesshme, juve ju dhanë disa prej incizimeve të fsheta, apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Kjo ka ndodhur dhe shtatorit 2011, apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Këto incizime dhe transkriptet u dha një person që quhej Jenny Clark, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, çfarë lidhje kishte me Michael Clark? Përgjigje, ishte bashkëshortja. Pyetje. Kjo çështje ishte goxha e njohur në Australi, apo jo? Përgjigje. Ishte shpesh në gazeta, po. Pyetje. Ju i ekzaminuat incizime dhe transkriptet që ju dha gruaja të pandehurit për disa vite, apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Dhe përfundimisht, ju kërkuat leje familjes që të përdorni këto incizime për disa eksperimente akademike, apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Këto eksperimente në fakt u përfshin edhe një nga artikujt që përmenda më herët, kur kishit folur për pushtetin që ka ekspozimi, apo ndikimin që ka ekspozimi kontekstual. Përgjigje po. Pyetje për proces verbal është SPOE 0041 1125 2041149. Pas kësaj, shkruat një raport që u përdor për të mbështetur rishikimin e dënimit të zotit Clark. Përgjigje po. Pyetje. Dhe qëllimi kryesor i raportit është që të prapësohej vendimi i fajësisë bazuar në prova të reja që kishin dalë. Përgjigje ishte kërkesë për rishikim të vendimit të fajësisë të dënimit. Pyetje, e shkruaj të raport për gjykatën 3 vjet pasi u kishte dhënë audio incizimet familja të pandehurit. Përgjigje po. Pyetje, kur zonja Clark u dha incizimet, kasetat, synimi ishte që të ndihmonte bashkëshortin, apo jo? Përgjigje, ma merr mendje që po. Pyetje, po ju e dini pse u dha, apo jo?
Përgjigje. Po. Pyetje, pse? Përgjigje. Besoj për të ndihmuar bashkëshortin. Pyetje, kur thoni supozoj, do të thoni që nuk e dini dhe po supozoni, po e dini me siguri. Përgjigje. Për këtë mund të pyesni zonjën Clark. Unë besoj se po e bënte për të ndihmuar bashkëshortin. Pyetje, pa vetë u tha shprehimisht ajo këtë gjë? Përgjigje. Nuk më kujtohet, ka kaluar shumë vite. Pyetje. Jo, më tha diçka. Më lejoni të përfundoj pyetjen. Thjesht u dha këto incizime kot për interes personal? Përgjigje jo. Pyetje, po çfarë ju tha pra kur u dha? Përgjigje, nuk më kujtohen fjalët tamam, po përshtypja që pata unë dhe supozimi im ishte që ajo nuk ishte e kënaqur apo nuk ishte dakord në mënyrën se si ishte zhvilluar gjykimi i bashkëshortit, ose e donte që të rishikoheshin një herë këto incizimet. Pyetje. Pra, të shiheshin incizimet me synim ndryshimin e vendimit apo jo? Përgjigje po. Në gjykimin e parë, mbrojtja këngulte që fjala pakt ishte në incizim, thuaj në incizim. Por ajo që nuk ishte e qartë ishte çfarë nuk kuptonte ky pakt. Këtu nuk ishte dakordsi mes palëve. Përgjigje po. Pyetje, në studimet tuaja dolët në përfundimin se sipas jush nuk përmendej fjala pakt. Përgjigje, jo vetëm fraza, jo vetëm fjala pakt, më falni, e gjithë fraza, që kur thuaj kishim pakt. Fraza ishte në fillim kishim pakt. Pyetje, do me thënë ju, thoni që nuk kështon fare kjo, që nuk ishte në incizim. Përgjigje po. Pyetje, ndryshe nga qëndrimi që kishte mbrojtja gjatë gjykimit apo jo? Përgjigje po. Shoj materialin SPOE 00-420-901 lutem. Profesore, për të kuptuar kontekstin, ky është një dokument që kemi parë shumë shkurtimisht dje. Sidoqoftë, ky është vendimi i Gjykatës Supreme të New South Wales i 2015-s, e njihni? Përgjigje po. Pyetje. E njihni nga titulli apo doni të shikoni edhe për mbajtjen? Përgjigje. Ky është vendimi që ka hedhur hije dyshimi mbi dëshminë time, mbi provat e mia. Shkojmë te materiali RN 108. 908. Një korrigjim i përkthyesit thuhet është vendimi që ka trajtuar provat e mia. Prokurori, e keni lexuar përpara këta? Përgjigje kam lexuar, po dëshiroj ta shikoj edhe pak. Prokurori në rregull. Yes, I've read it. Përgjigje lexova. Pyetje. Në këtë paragraf, gjykata diskuton një pjesë të dëshmisë që keni dhënë ju në këtë çështje, përfshir pikpamjet tuaja lidhur me ekspozimin kontekstual dhe si u zbatua në këtë çështje gjyqësore. Përgjigje po. Pyetje. Përfundimisht, kërkesa u rrëzua apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Gjykata nuk konstatoi asnjëherë që fraza që kontestuat ju nuk ishte në incizim. Përgjigje keni fjalën trupi gjykues, në atë rast nuk ishte gjykata, ishte thjesht një gjykatë si vetëm. Nuk e di çfarë doni thoni, mund ta sqaroni? Pyetje, Gjykata Supreme kur e lëshoi këtë vendim në 2015, 25 gusht 2015, a konstatoi se në fakt fraza që thohej në fillim bëm një pakt ishte apo nuk ishte në incizim? Përgjigje, jo nuk besoj se Gjykata Supreme e pranoi këtë. Pyetje, kur thoni besoj se nuk e pranuan, e dini me siguri apo jo? Përgjigje,
Tani do duhet ta lexoj edhe një herë vendimin, e di që vendimi u rrëzua dhe nuk e pranoi faktin që kjo frazë nuk ekzistonte. Por më jepni një çast ta shikojnë që pse është nevoja. Prokurori në rregull, dëshmitarja, po në përgjithësi nuk e pranoi dëshminë time, trupi gjykues. Pyetje. Dhe asnjë konstatues faktesh nuk ka rënë dakord me përfundimet tuaja në atë çështje apo jo. Përgjigje. Besoj që është vetëm rast. Unë s'kam qenë përfshirë gjatë gjykimit. Me sa kam ndjeni, ky është i vetmi person që ka lexuar dëshminë time. Po e them edhe një herë. Asnjë konstatues faktesh në Australi, askush nuk ka thënë që fraza nuk është thënë. Përgjigje. Kjo frazë konkrete, po vetëm një konstatues faktesh ka qenë i përfshirë, që mund binte ose mund mos binte dakord apo jo. Pyetje, po kanë qenë dy konstatues faktesh, përgjigje, po s'kam dhënë mendime unë në gjykimin e parë pra. Pyetje, pra një konstatuesi i fakteve nuk u pajtua me përfundimin tuaj dhe u rrëzua kërkesa apo jo. Përgjigje po. Pyetje. Sidoqoftë, ju i referoheni kësaj fraze. Në shkrimin tuaj keni thënë që kjo frazë në fakt, përfundimi që ka dalë lidhur me këtë frazë ka qenë i pasakt. Përgjigje, mendoj se fraza ka qenë e pasakt. Nuk e di nëse kam përmendur që në fakt konstatimi ka qenë i pasakt, nuk më kujtohet. None of the articles Asnjë nga artikujt që përmendëm, do të desha të lexoj sërish, lidhur me çështjen e këtij pakti, nuk e citojnë vendimin, këtë vendim. Apo jo? Përgjigje. Një diskuton e përmend vendimin. Pyetje, bashkë me citimet përkatëse apo thjesht e përmend në vijat përgjithshme? Përgjigje. Nuk më kujtohet nëse i kam dhënë citimet përkatëse, por di që e kam përmendur dhe kam komentuar në një nga këto artikuj. Pyetje. Kur folët me ekipin e mbrojtjes së Zotit Thaçi, pas kërkesës që u bën ata se si janë trajtuar dëshmit tuaja në të shkuara, a e përmendët edhe këtë çështje? Përgjigje, jo, ju e ngritët çështjen e Eastman dhe Clark dhe ekipi i mbrojtjes së Zotit Thaçi më pyeti në lidhje me këto dhe u thash që ka pasur disa vendime që nuk kanë qenë në favorin tim në lidhje me këtë. Pyetje, nuk ju bëron këtë pyetje, unë po ju pyes, a e keni informuar mbrojtjen e Thaçit lidhur me këtë? Përgjigje, po. Pyetje, kur e keni bërë këtë? Përgjigje, gjatë diskutimit që ju përmendët më herët, nuk më kujtohet data e saktë. Pyetje, unë s'kam përmendur asnjë diskutim, për cilin diskutim po flisni? Përgjigje. Kemi folur në një moment lidhur me këtë, sepse ishte përmendur në një nga dokumentet ku thatë që keni pasur një korrespondencë me email lidhur me këtë me ekipin e mbrojtjes së Zotit Thaçi. Pyetje, po çfarë i thatë mbrojtjes së Zotit Thaçi kur doli kjo çështje? Përgjigje, me sa më kujtohet, ju i kishit paraqitur këto dy çështje gjyqësore, dhe unë thash, po, kështu është. Në këtë rast ka qenë gjetje jo në favorin tim. Nuk më kujtohet saktësisht çfarë kam thënë, por në të dyja këto dy çështje unë akoma mendoj që kam pasur të drejtë. Kështu që kjo lidhet me atë që u diskutua pak më herët. Ndonjëherë edhe konstatuesit e fakteve bëjnë gabime. Unë besoj të paktën në këtë rast kështu ka qenë. Pyetje, pra, ju po thoni për këto dy çështje që u pyeta sot, që gjykata ka pasur gabim dhe ju keni pasur të drejtë. Përgjigje po. Pyetje. Shohim në ekran materialin që përfundon me 172. And for context, this is your article
Për kontekst, ky është artikulli transkriptimet forenzike se si thoni ekspozimi ndikon në gjykimet e drejta në Australi. Edhe një herë, kjo është edhe një herë. Transkriptimet forenzike se si besimet e rreme rreth gjuhën dhe fjalën kërcënojnë të drejtën për gjykim të drejtë në Australi. Përgjigje po. Pyetjet. Shkojmë tani në faqen 156 me faqen 56 590 në PDF. Në mes të faqes ju keni folur për faktin që juria ka dalë me një vendim dhe se si në të vërtet nuk e dini se si e merr një vendim juria në qoftë se nuk je pjesë e kësaj jurie. Përgjigje po. Pyetje, më pas thoni, personalisht unë di shumë raste, një prej të cilëve është pjesë e jurisprudencës më poshtë, që në këtë rast transkriptet të gabuara nga policia janë pranuar dhe quan në një padrejtësi të mundshme apo faktike. Përgjigje po, rasti që përmendni ju më poshtë është rasti i largut apo jo për këtë fjalën pakt? Përgjigje po. Pyetje. Ju këtu thoni dukshëm i pasakt apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Dukshëm i pasakt për ju si person apo jo? Përgjigje po. Pyetje, jo për gjykatën apo jo? Përgjigje po. Dhe është dukshëm i pasakt në këtë rast pasi u zhdon një incizim nga bashkëshortja e pandehurit që ta ndihmonit këtë person, por ama asnjëherë nuk u prapësua vendimi apo jo? Përgjigje, asnjëherë nuk u prapësua vendimi. Pyetje, për proces verbal, ju besoj se e dini që në atë çështje ka pasur dhe prova të tjera ku mbështet trupi gjykues për të mbështetur vendimin e fajsisë apo jo? Përgjigje. Ka pasur prova të tjera që nuk kanë qenë aq të forta sa që ka qenë kjo frazë. Pyetje, nga e dini ju sa të forta apo të forta janë këto prova dhe si i ka vlerësuar juria? Përgjigje, ju nuk e di se si i ka vlerësuar juria këto prova. Is it fair to say that in A mund themi që në shumicën e shkrimeve që keni bërë për këtë çështje, ju nuk e përmendni emrin e çështjes gjyqësore? Përgjigje po. Pyetje. Do doja të shihnim tani shkurtimisht provën që nuk mund ta shihnim këtë paradite, sepse kishim merrur në gabim. I kërkoj ndjes për këtë. SPOE 00412 795 Profesore Fraser, ky është kodi etikës që unë po përpiqesha t'ua tregoja më herët. IAFPAS. Besoj se ju e njihni këtë praktikë, e keni parë përpara apo jo? Përgjigje po, pyetje. Dhe vlerësoj dhe mendoni që duhet ta respektoni kur shkruani një raport? Përgjigje po. Pyetje, shkojmë më poshtë në faqe. Dua të fokusohem në 3 pjesë, më pas do të vazhdojmë. 2.2, 2.2 pra, 2.3. Absolutely. I'm going to go a little slower, Professor. Do përpiqem të dalsohem se po bëj pak të vështirë punën. Do fokusohemi në 3 paragraf në faqen e parë. 2.2, 2.3, 2.4. Ju lutem lexoni dhe më thoni kur të keni përfunduar. 2.2, 2.3 and 2.4? 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 në fakt, 2.5. Yes, I've read those. Po I lexova.
I keni njohur kur keni përgatitur raportin? Përgjigje po. Pyetje. Turn just to the last page. Në faqen e fundit. And looking specifically Shohim konkretisht 3.8 dhe 3.9. Unë po i lexoj. 3.8 thot si në vijim, rekomandohet që antarët të kryejnë analizat e tyre dhe raportet me shkrim, të cilat rishikohen nga një analist i dytë që ka ekspertizën përkatëse, sidoqoftë. Pranohet se nuk është e mundshme në të gjitha situatat. Besoj se këto dispozite njeni apo jo, përgjigje po. Pyetje. Pavarësisht këtij rekomandimi, raporti juaj në këtë rast nuk u rishikoi nga asnjë koleg apo jo, përgjigje po. Pyetje. 3.9 thot, kur kryhet analizë fonetike, forenzike e fjalës në një gjuhë për të cilën analisti nuk ka kompetencat që do të kishte një vendas, antarët do të kërkojnë ndihmë nga një folës i gjuhës në fjalë, me përvojë. Pyetje. A ju kujtohet kur i keni kërkuar zënjës Menegon një ndihmë për gjuhën? Përgjigje, po. Pyetje kur? Pothuajse në fillim. Pyetje, do me thënë në janar. Përgjigje, mbase në janar, mbase në shkurt i kam kërkuar ndihmë. If I could just pull up. Pyetja. I kërkoj sekretarit të paraqisë në ekran dokumentin SPOE 41150. And if we can go to the next page. Të kalojmë në faqen tjetër të këtij dokumenti. If we can go to the ERN ending 1. Të kalojmë të faqe që përfundon me 153. Dr. Fraser, in this article, Profesor Fraser, në këtë artikull ju shkruani që mund të lexoni pjesën përkatëse që lexova në artikull që keni përpara. E lexuat, po pyetje, ju mendoni që gjykata duhet të ndjekë përfundimin që keni në raportin tuaj apo jo? Përgjigje, po, besoj që i nderuar gjykatës do marrë parasysh ato çfarë kam dhënë unë si përfundim të raportit. Pyetje, pavarësisht nga fakti që nuk e kupton në shqipen fare. Përgjigje, mendoj që kufizimet e mia kanë bërë shumë të qarta në raport. Pyetja, do të thonë pavarësisht nga fakti që nuk keni marrë mbi 90% të incisimeve në audio të shumë orëve dhe pavarësisht faktit që nuk e dini shqipen, ju mendoni që përfundimet tuaja duhet merren parasysh apo jo. Përgjigje, besoj që i kam dhënë përgjigje shumë herë me shumë qartësi kësaj pyetje. Pyetje, edhe tani që e dini se cilat materiale nuk keni marrë, prapë qëndroni të njëjtës qëndrimi apo jo. Përgjigje, nuk e kuptova çfarë më thatë. Pyetje. Më herët në dëshmi ju thatë që nuk ishit të sigurt në qoftë se ekipi i Thatchit ju ka dhënë materiale më shumë se sa materiale që ju i keni shënuar në raport. Apo jo. Përgjigje, mendoj që materialet në audio, pra të audio incizuara, janë dhënë në raport. Nuk është se më kujtoj të gjitha, por gjithsesi informacionet që i kam marrë parasysh në raportin tim janë dhënë në raport. Pyetje, a nuk ju kujtoj që e tha sot paradite që mbase ju ka dhënë mbrojtja e Thatchit më shumë materiale se sa keni regjistruar në raportin tuaj? Përgjigje, mendoj që keni të drejtë në të çfarë thoni, por unë kam rishikuar një numër shumë të kufizuar të materialeve që lidhen me këto dy vizita, vetëm këto kam parë. Pyetje, a nuk ju kujtohet që patëm një bisedë të gjatë e të gjerë lidhur me dokumente të tjera të cilat mbase mbrojtja e Thatchit ja u ka dhënë
dhe ju nuk jeni pasqyruar në raport, si për shembull vendimi mbi gjuhën e punës. Përgjigje, ju kërkoj ndjes, mendoj që kishte fjalën për video incizimet, për audio incizimet, sepse për sa i takon vendimit për gjuhën e punës, vendimi i shkruar në një gjuhë që unë e kuptoj shumë mirë. Pyetje, pyetja ishte më e qartë. Përgjigje në rregull, me nëse e formuloj kështu që repetohem. Pyetje, po ju e thatë më herët sot që keni marrë dhe informacion se materiale të tjera të incizuara në audio që nuk i keni dëgjuar dhe transkriptet të cilëve juve nuk i keni hapur apo jo? Përgjigje po. Pyetje, përsëri pyetja është jo. Ju po i kërkoni gjykatës që të marrë parasysh përfundimet e raportit tuaj pavarësisht kaq mangësive të mëdha të këtij raporti apo jo? Përgjigje, unë shpresoj që gjykata të marrë parasysh raportin tim, sepse unë mendoj që argumentet dhe informacionet që kam dhënë atë raporti janë shumë relevante për çështjen gjyqësore. Dhe të besueshme. Mendoj se e kam bërë të qartë për të gjithë kufizimet që kam pasur dhe jam përpjekur që të jem shumë e qartë gjithashtu lidhur me atë çfarë unë dëshiroj që ta quaj kontribut pozitiv. Pyetje. Dhe vazhdoni që të keni këtë vlerësim pavarësisht që nuk ishte në gjendje që thoni që çfarë versione është inteligjencës artificiale keni përdorur për të përfunduar vlerësimin. Përgjigje, jo, unë i di versionet, ja u thash, pyetje, ju thatë emrat, po jo versionet, apo jo. Përgjigje, jo, i di versionet. Pyetje, e keni fjalën për ChatGPT 5 apo jo? Përgjigje, po. Pyetje, pavarësisht që një gjykatë ju ka konstatuar ju si evazive dhe oportuniste, ju prap mendoni që ju duhet që të merreni seriozisht në përfundimet tuaja. Përgjigje, unë e kundërshtoj këtë, unë nuk mendoj fare që kam qenë evazive, nuk kam qenë as evangeliste në ato çfarë kam thënë, por mendoj që kam thënë argumentet e mia. Sa i takon këtyre dy çështjeve gjyqësore të cilat ju i keni cituar, gjykata nuk i ka pranuar parashtrimet e mia. Megjithatë, më duhet të them që kërkesat për shikimin e vendimeve gjyqësore janë gjithmonë më tepër, domethënë janë më të pakta. Edhe kam përshtypjen që mund të numëron me gishtat e dorës numrin e vendimeve gjyqësore ose çështjeve të cilat janë të rihapura për rishqyrtim të vendimeve përfundimtare të gjykatës. Kështu që kjo vetvete nuk tregon asgjë, domethënë këto dy vendime që u cituat nuk doan të thonë asgjë për ekspertizën time. Pyetje, faleminderit, nuk kam pyetje për ju, më profesore. Faleminderit. Gjykatësi, faleminderit zoti Hafec. Zoti Hafec. Përpara se të vazhdoj më tej, duhet t'ju pyes nëse keni ndonjë listë dokumentesh për të cilat kërkoni një numër provizor prove materiale. Ndoshta mënyra më e shpejtë është ose t'i lexoni tani, ose mund t'i dërgoni procedurën administrative dhe duke informuar gjithë partet e tjera në mënyrë të tillë që të fitojmë kohë. Prokurori nuk është problem. Unë kam një listë dokumenteve këtu dhe ja u dërgoj të gjithë palëve dhe zyrës administrative. Gjykatësi Zoja Menegon, keni pyetje plotësuese? Zoja Menegon, po, i nderuar gjykatës, kam pyetje. Good afternoon, Professor. Mirëdita, profesore Fraser. Kam disa pyetje për ju, që janë pyetje plotësuese. Nuk e di nëse mund të flisni pak më afër mikrofonit për t'ju dëgjuar pak më mirë. Menegon, është më qartë tani? Profesore Fraser, po, tani është më mirë. Pyetje. Ju bën disa pyetje sa i takon çështjes Clark dhe Eastman. Sa i takon pyetjes Clark, gjykatësi ka njohur efektin nxitës. Apo jo? Përgjigje, në të dyja raste është të njohur ky efekt. Pyetje, por në çështjen Clark, gjykatësia ka njohur ekspertizën tuaj në fonetik apo jo, apo në lingvistik. Është saktë kjo? Përgjigje, po. Pyetje.
Ju thoni që në artikull tuaj jo domosdoshmërisht ju referoni specifikisht çështjes Clark. A ka ndonjë arsye pse nuk e keni bërë këtë dëshmitare? Përgjigje, kjo ishte për të respektuar familjen, që kishte vuajtur shumë gjatë gjithë procesit gjyqësor. Dhe zoti Clark ishte ndarë nga jeta, ndërkohë unë asnjëherë nuk e kam fshehur emrin, po thjesht nuk dohet isha drejt për drejt thjesht për të mos lënduar familjarët për këtë arsye. Pyetja e kuptoj. Gjithashtu i bën pyetje lidhur me respektimin e kodit të etikës. Më konkretisht, prokurori ju pyeti lidhur me faktin që nuk keni pasur ndihmën e një forsi dëgjues shqipe, por që do t'ju ndihmonte që të bëni krahasimet më të mira dhe do ju jepte ndihmë të mëtejshme lidhur me punën. Pse mendoni që keni respektuar kodin, edhe pse nuk jeni ndihmuar nga një forës dëgjues shqipe? Përgjigje. Unë sigurisht që besoj që kam respektuar të dy kodet që i përmendi prokurori. Sigurisht që kam qenë pjesë e hartuesve të kodit të sjelljes në këtë aspekt. Unë nuk e kam analizuar gjuhën në në audio incizimet, por ka ndodhur në të shkuarën që personat saktuar të kenë bërë analiza të incizimeve në audio dhe të folurit që ata nuk e kanë kuptuar. Unë e kam thënë shpesh dhe po e them edhe një herë që unë nuk e kam analizuar gjuhën, këtë e kam bërë të qartë që në fillim dhe sa më është mundësia e kam theksuar që unë nuk e flas shqipen dhe jam e kufizuar në këtë aspekt, në aspektin gjyqësor. Pra, mua më shkërkuar të jap mendimin tim për eksperte në lidhur me natyrën e incizimet në audio dhe mundësinë për transkriptet e besueshme të materialeve që janë në incizimet në audio dhe i qëndroj çdo gjë që kam thënë në raport. Pyetje, ju thatë në fakt në një moment që do doni të thoni diçka më tepër lidhur me çështjen Isman. Nuk e din që se doni të shtoni diçka, që se doni që të shpjegoni diçka lidhur me këtë çështje. Përgjigje, faleminderit. Nuk e di që se mund të vazhdoj, zoti gjykatës. Pra, është kënaqësi të dëgjoj që do keni gjykimin e plotë për ta lexuar. Megjithatë, citimet që u bën nga prokuroria ishin shumë të përzgjedhura. Ndërkohë që në ata gjykim ka pasur gjëra shumë herë më shumë në favorin tim, të thëna. Megjithatë, ajo çfarë është e rëndësishme për të theksuar për momentin, dhe që dua ta ndaj me ju, është që unë jam e vetmja nga të gjithë ekspertët e tjerë në këtë çështje dhe gjykatësit. Më lejoni ta shpreh ndryshe. Problemi në atë akt gjykim kishte të bënte me faktin në qoftë se forcimi do kishte çuar në përmirësimin e cilësisë së incizimeve në audio. Domethënë në këtë aspekt nuk mu kërkua më opinione. Pra, kishte tre grupe të ndryshme ose tre elemente të ndryshëm të përforcimit, dhe gjithë thonin që këto elemente të përforcimit teknik kishin çuar në incizimin audio që ishin më të qarta. Gjykatësi konstatoi se kishte mundësi që të dëgjonte fjalët që ishin pasqyruar në transkriptin e prokurorisë. Unë bëra një test empirik për të parë se sa të ndryshme ishin incizimet në audio, domethënë 3 përforcimet dhe versionin origjinal. Dhe e pash, e vlerësova se sa e vështirë apo sa e lehtë ishte që të dëgjohej kjo fraza inkriminuese që në fakt ishte thelbi i diskutimet. Dhe testi empirik që bëra unë më bindi plotësisht opinioni im ishte opinioni i duhur, i drejtë. Pra, mendoj që duhet bërë dallimi midis pra gjykimet të gjykatave, vendimet të gjykatave dhe konstatimeve shkencore dhe studimeve shkencore dhe analizave të tjera shkencore. Do të thënë këto janë dy lëmit veçanta.
Pyetje në rregull. Përgjigjja mund të jetë diçka tjetër? Sa i takon Clarkut, do të thënë çështjes për vendimit të gjykimit për çështjen Clark, unë nuk e kam lexuar të plot këtë gjykimin, por e mendoj që për sa i takon kësaj çështje gjyqësore, është e vërtet që e gjithë gjykata përfshirë këtu dhe mbrojtja që fraza ose formulimin fillim fare, pra që kemi bërë një pakt bashk, u dëgjua, ishte thënë, ishte diçka e cila ishte shkëmbyer me dy forca. Pra ka element të ndryshëm në vendim, të cilat unë kam komentuar në artikullin që e tregoi prokurori, por një gjë tjetër që ishte në artikull dhe që nuk mendoj që nxori në pa prokurori, dhe kjo më kujtoi për një çështje të mëparshme, ku kam qenë përfshirë dhe ku gjykatësi e pranoi opinionin tim dhe ekspertizën time, është një çështje që quhet Marl, që është çështja e 2001-shit. Arsyeja që pse më kujtua kjo, dhe pse bëra lidhjen e kësaj çështje me fjalën pakt, ju kërkoj ndjes. Mund të pini pak ujë nëse doni. Atëherë, arsyeja që pse më kujtua kjo çështje, pra, edhe kjo çështje kishte të bënte me incizime audio të fshehura. Dikush ishte dënuar, kishte marrë një vendim fajësie, pra, ndërkohë unë isha eksperte e tjerë nga prokuroria, dhe vendimi i fajësisë mbështetën në faktin që transkripti ishte i gabuar. Më pas, më duhet të them që lidhja ndërmjet kësaj çështje dhe çështjes pakt është që transkripti i policisë në Morel 2001 ishte i njëjti detektiv që kishte dhënë transkriptin për çështjen Clark. Mendoj që ka një çështje shumë të rëndësishme këtu, dhe është një çështje e cilën kam kohë që dua ta shtjelloj këtu, sepse të paktën në disa çështje gjyqësore, përdorimi i këtyre provave nga gjykata nuk është ideal. Dhe ka pasur mosvënie në vend të drejtësisë për shkak të përdorimit të gabuar të transkripteve të tilla. Kaq do të them për momentin. Mendoj se më është pasqyruar një qasje shumë negative dhe mendoj që prokuroria ka qenë shumë kritike lidhur me cilësinë e punës që kanë bërë brenda gjykatës dhe jashtë gjykatës, dhe një gjë e tillë nuk është e drejtë. Me rëngon faleminderit. Thatë më herët sot në faqen 57 të transkriptit se informacioni i brendshëm në audio, si të tilla si emrat, mund të jenë dobishëm për identifikimin e folësve, por tha që ka edhe kufizime. A mund të na thoni se çfarë kufizimesh kishit parasysh kur e thatë këtë gjë? Pyetja, përgjigje, më falni. Do të thënë e para është nëse emrat janë transkriptuar siç duhet ose jo, do të thënë në mënyrë të saktë dhe të besueshme. Mendoj që e thashë më përpara, sepse kam folur në disa çështje ku duhet saktohej se kush ishte folsi, ku na janë dashur spreadsheet të mëdha të gjithë llojet e faktorëve, pra duhet merrni parasysh një mori faktorësh për të përcaktuar se kush ishte personi. Një pjesë e punës time kishte të bënte me emrat e përdorura dhe të pranuara, dhe kjo është diçka e rëndësishme. Por njerëzit mund të bëjnë gabim ose mund të përdorin emrin e gabuar për një arsye ose për një tjetër. Kështu që nuk mjafton vetëm thjesht emri, duhen parë edhe faktorë të tjerë për të konstatuar me vërtetësi se kush është personi. Pyetja, ju konfirmuat sot në përgjigje të ZPS-s, pra thatë ose vlerësuat që të paktën një pjesë e incizimeve në audio është e pashqueshme ose është e padeshifrueshme. Pra, a mund të na thoni, me sa siguri na thoni këtë përfundim që një pjesë e incizimeve në audio janë të padeshifrueshme? Përgjigje jam shumë e sigurt për këtë. Pyetja. Pra, në qoftë çfarë cilësie do kishin incizimet audio krahasimisht me dëgjimin në distancë, dëgjimin në mjedisin ku është bërë përgjimi?
Cila është cilësia fizike e një audio të tillë? Përgjithsisht kjo është shumë e ulët. Pyetja, sa i takon testit? Kam fjalën këtu për 2 burimet e pavarur të prodhimit të zotit Isnir Reçici dhe kompanisë tjetër. A mund të na thoni çfarë ju tregon ky eksperiment lidhur me cilësinë e incizimeve në audio të transkripteve të ndryshme? Përgjigje, kjo shton më tepër rëndësi konstatimeve të mia që cilësia e incizimit në audio ishte e padëshifrueshme në një masë të konsiderueshme. Dhe gjithashtu thekson edhe rëndësinë e burimit ose informacion kontekstual të jashtëm për të ndihmuar për zbardhjen. Pra, duhet jemi të sigurt që informacioni kontekstual i jashtëm të jetë i besueshëm dhe që analistët të jenë të pavarur. Sepse e dim se çdo karakteristikë orientuese e informacionit kontekstual megjasa mund të ketë ndikim mbi transkriptin në mënyrë të tillë që është shumë e vështirë që të korrigjohen gabimet më tej. Pyetja, nëse ZPS-ja dëshironte që të pravonte gjykatës që incizimi në audio ishte jo i dëshifrueshëm, si do ta bënte ajo? Një gjë tillë, se si do demonstronte këtë gjë? Përgjigje, përmes disa kampionëve mbase, me një përqindje të caktuar kampionësh të transkriptuar nga ekspertë të pavarur të kësaj fushë, domethënë të incizimeve në audio që janë të padëshifrueshme. Menegon kam pyetje të tjera, faleminderit për përgjigjet. Professor Fraser, I do have a... Gjykatësi, profesor Fraser, kam unë disa pyetje për ju. Në faqen 8 të raportit, ju thoni që incizimet në audio që janë pjesë e kategorisë së paqartë, dhe këtu citoj, kërkojnë dëgjim shumë të kujdesshëm, por mund të kuptohen basuar në kontekstin e brendshëm vetëm. Përgjigje po. Pyetje, në faqen 7 ju përcaktoni kështu kontekstin e brendshëm. Do të thonë fjalë të tjera në incizim. Përgjigje po. Pyetja e përgjithshme është jo. A ka rregullore apo a ka udhëzime sipas mendimit tuaj që shtjellojnë se çfarë fjalësh të tjera në një incizim mund të përdoren në një kontekst të brendshëm? Përgjigje. Pra, ndërkohë që i dëgjon fjalët ndërtojnë një kontekst të caktuar, do të thënë fjalët në vetvete ndërkohë që ti i dëgjojnë të krijojnë një lloj konteksti. Nuk e di nëse keni një gjë konkrete në mendje me cilën dëshirojnë që të ndihmoj. Pyetje. Domethënë, sa më gjatë të jetë një video incizim forensik, ai takon që më shumë kontekst do keni. Domethënë, incizimin audio sa më gjatë të jetë, aq më shumë fjalë ti mbledh në mënyrë të tillë që të krijosh kontekstin për të prodhuar më pas transkriptin e duhur të fjalëve të paqarta ose të audios së paqartë. Përgjigje. Është e vërtetë që kampionat më të gjatë ose kozgjatja më e gjatë e incizimit në audio të jap më shumë kontekst. Por, gjëja kryesore këtu është që transkriptimi duhet të bëhet nga dikush që është ekspert i pavarur dhe ka ekspertizë në këtë fushë kaq të ngushtë që është incizimi në audio të padëshifruar. Domethënë, sa më shumë i ekspozuar ti je, aq më shumë të rritet besimi dhe aq më të thjeshtë ke për të identifikuar fjalë të caktuara. Por, nga ana tjetër, negativja është nëse ke bërë gabime për fjalë të caktuara, to fjalët e caktuara pastaj marrin tjetër rëndësi në qoftë se volumi i fjalëve është më i madh. Pyetja. Ajo që sapo thatë, a është njësoj e vërtet sa i takon incizimeve në audio që janë të padëshifruara? Përgjigje po. Domethënë, ndërkohë që ti fillon që të dëgjosh fjalë, do të ndihmon që të dëgjosh fjalë të tjera. Megjithatë është thik me dy presa. Pra, mund të ndihmojë nëse identifikon siç duhet, por nëse identifikon gabimin që në fillim, gabimi bëhet më i madh me kalimin e kohës. Pra, këtë e shikon shpesh herë, nëse njerëzit kanë një ide të gabuar
lidhur me atë çfarë mendojnë ata që kanë dëgjuar, ndërkohë që teksti nuk ka qenë ai, atëherë gabimi zbatohet me kalimin e kohës. Pra, kohëzgjatja në vetvete nuk është indikator thelbësor për sa i takon saktësisë. Përgjigje nuk është thelbësore ose nuk është i vetmi, por gjithsesi rrit gjasat ose rrit probabilitetin sa i takon saktësisë apo jo. Përgjigje, po, mund ta thuash kështu, por keni parasysh një gjë që nëse fillon me gabime ose nëse dëgjon fjalë të caktuara gabim, atëherë rritet probabiliteti i gabimeve në të ardhmen.